Një tërmet i fortë me magnitud 6.1 të shkallës Richter goditi mëngjesin e së në zonën pranë Neapolis në Lasithi të Kretës, duke shkaktuar shqetësim të madh tek banorët dhe duke u ndirë gjerësisht deri në Atik. Sipas mediave lokale greke, lëkundja sismike ka alarmuar qytetarët, të cilët dolën me shpejtësi nga banesat pas një zhurmë të fortë gjëmimi që shoqëroi tërmetin. Disa ndërtesa janë dëmtuar si pasojë e tërmetit, ndërsa produktet kanë rënë nga rrafet e supermarketeve, duke shkaktuar dëme materiale. Pas tërmetit kryesor, janë regjistruar të paktën 9 pas lëkundje me magnitud më të fortë 3.5 Richter dhe më të dobëtën 2.5 Richter. Autoritetet vendore dhe shërbimet zjarfikse në Kret janë në gjendje gatishmërie. Automjetet e zjarfikësve janë duke patrolluar për të vlerësuar dëmet, ndërkohë që janë raportuar rrëshqitje të vogla dheu në rrugët provinciale dhe dëme në disa ndërtesa në Heraklion. Sismologët Thanasis Ganos dhe Akis Selentis konfirmuan se ky ishte tërmeti kryesor dhe se zona ishte aktive prej 2 vitesh me mikrolëkundje. Ata sqaruan se intensiteti u ndjej edhe në jug të Greqisë për shkak të përhapjes së valve nga thellësia ku ndodhi tërmeti. Ndërkohë nuk përjashtohet mundësia e paslëkundjeve të tjera më të lehta. Megjithatë, sipas ekspertëve, situata është nën kontroll dhe nuk pritet ndonjë zhvillim i rrezikshëm në vijim.